Edhe kritikët dhe orientalistët më të ashpër pranojnë se teksti i sotëm i Kuranit është identik me atë që recitoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sir William Muir, i cili e portretizoi profetin si udhëheqës politik dhe jo si të dërguar hyjnor, pra ka shkruar një libër për të, është i famshëm me librin e tij Life of Muhammad, dhe kur vjen puna për sa i përket originalitetit të Kuranit, pranon se ka çdo siguri të brendshme dhe të jashtme që teksti që gjendet sot është i njëjtë me atë që përdori vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shikoni çfarë thot. Ka gjithë mundësinë për të besuar që ky tekst është i njëjtë. Dhe pastaj ai thot të krahasosh thot tekstin e tyre të pastër, pra tekstin e muslimanëve, thot me leximet e ndryshme të shkrimeve tona, pra Biblës e tjera nga që ai ka qenë i krishter. Do të thot të krahasosh gjëra mes të cilave nuk ka analogji. E thot një person i cili ka shkruar libër kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. Merita ose vlera është ajo që ta pranon edhe armiku.